faktikisht jemi mundu me të regu që jemi gjallë. Jemi mundu me quni mesazh tonin edhe që nuk nështrohemi. Dashta më ju lidhen, atë kujtohet mërmoni. Atë kujtohet mërmoni atë ku. Ja nësë me folë gjermanisht. 090 422, rufen më jam, bitte schneller, ja, ProSieben. Na më shelen telefonin, na më shelen televizorin, na më shelen radion, kejti më shelen. Babalar ton, nanalara ton, na blejtën satelita. Edhe, që këshushim satelita? Gjermanisht, mas të mledhve, gjermanisht. Por jo, labia, lindi labia, zhlap. Edhe, ja nësë me folë prap shqip. Do më folë labis? Po folë labis, po shazot. Jo, nuk e mu po pëlqen sot, po se gjithmonë ankimi vjen me ankesa, po sonë të po pëlqen ankesa tina. Se realisht ka qenë një dritore për neve. Kjo është një privilegj për mu edhe kë pe bën me shako këto, po mu po më bën mu një mirë. Po jo, vallohi me shako, se kom jetu vetat të ju. Ja kom një zek e folë gjermanisht. Di se ki me shako, po me të vërtet ka qenë një përgjithësi dhe një dritare që faktikisht jemi mundu me të regu që jemi gjallë. Jemi mundu me quni mesazh tonin edhe që nuk nështrohemi. Ka qenë vështirë, sigurisht. Po ka qenë vështirë, vitet e 90 ka qenë e pa spjegueshme ka njerë. Nuk është emisioni i tillë për me spjegu atë periudhë. Mirë po, na jemi knoq të knoq. Kemi bo me knaci, po do me thonë. U vërejt, vallohi, kemi bo me knaci. Pe atëre u kalin u knaqim të knoq. Po që atëre është. Qatë ko. Po qatë ko. Unia jo knasia që përqan mesazhin edhe artistat për paraqet të publiku që s'kam pas mundësi ndryshe më na pa, na kam pa veç për mes labis. Ka pas vullnet madh, po të kallëzoj drejt. Sigurisht që vullneti ka mujtë gjitha. Vullnet madh ka pas bashkëpunim mes artistave, ka pas autor që kanë punu muzikë të mirë, kanë bo tekstet bukra, me mundësi tona, me kushtet tona, kemi arrit me bo diçka. Po thëmë tash shqyqër jemi ku jemi, tash ka ndryshu gjanat për të mirë, gjithmonë po shkojmë të avancu për para, po prapë se prapë du të me kujtu, me pas se pa një histori, kërkush s'ka mujtë me mri këtu sot, ku jem. Unë e pata, po ndërlidhna me një mik shumë të shmum, e pata një bisedë para 2 dite, me mjekun e respektuam doktor Adem Klokoqin, edhe po ma përmen, po thotë Meka dhe Medina shqiptarëve, tha, është Kruja, është Lezhë, është Prekazi, të familja e Shari. Thash po, krejt po pajtona me ty. Po thash unë e po du me thonë edhe një sen, është Universiteti Prishtinës. Qaj Universiteti Prishtinës e ka pru sot ku jemi ne. Bravo.